që ajo të nxehet ngadalë, pastaj i shtojmë ufull molle në temperaturën 60 gradë, e përzijem ngadalë sa ajo të pritet. Momentin kur është prerë, e largojmë nga zjarri dhe e hedhim në një kullojs. Kur është i njomë, e përdorim edhe për pica. Nëse duam ta thajmë, pastaj do ta hedhim në një pjatë, do t'i hedhim krip të trash dhe do ta lejmë që ajo të kullojë mirë hirrën. Nëse duam që ta ruajmë, por unë e përdora për picën të njomë. Mund ta bëjmë edhe me ilaçin e vet, por unë preferoj më mirë me ufull molle, sepse del djathi më i butë. E bëj vetë sepse është më i sigurt.